Në Velipoj u përmbyll torneu i parë ndërkombëtar i futbollit për policinë IPA që bëri bashkë në Shkodër trupet policorë të 23 shteteve, jo vetëm garë sportive, por dhe frymësi e karakterizoi këtë aktivitet reditor, ndërsa për më të mirët u ndan çmimet përkatëse me diploma dhe trofet. U zë ky moment që kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmondo tu jepte certifikat falënderimi katër anëtarëve të shuar të IPA. Në emër Këshillit të Qarkut Shkodër kam kënaqësinë dhe privilegjin që të jemi së bashku sonte në qytetin tonë mikpritës. Në këtë ngjarje të jashtëzakonshme sportive ndërkombëtare, në turneun botror të futbollit IPA 2025, i cili sapo përfundoi me sukses. Ky aktivitet ka qenë më shumë se sa një garë sportive. Ai u kthye një simbol të vërtetë bashkëpunimi, vazhdimi, respekti mes forcave të rendit nga gjithë vendet e ndryshme të botës, duke përçuar përmes sportit mesazhe të fuqishme, paqe, solidariteti dhe uniteti. Jemi ndjerë jashtëzakonisht krenar që Shkodra, qyteti ku lindi futbolli në Shqipëri, ka qenë këtë vit qendër aktiviteti ndërkombëtar dhe një mikpritjes idenë për gjithë ju. Turneu që lam pas nuk ishte vetëm një garë në fush, por një përvojë e paharrueshme për gjithë ne. Shkodra u shfaq ashtu siç është, një urë që lidh njerëz dhe kultura, një qendër ku sporti, historia dhe mikpritja bashkëtojnë natyrshëm. Sot kisha nderin të ndaja me ju një nga përgjegjësitë më të këndshme që më jep të qenit kryetari i Këshillit të Qarkut. Të nderoj 4 personalitete të shuara të IPA në rajon, të cilët me përkushtim, vizion, kanë ndihmuar në forcimin e lidhjeve ndërkombëtare, në rritjen e besimit dhe në promovimin e vlerave të kësaj organizate në shërbim të shoqërisë dhe paqes. Ky turnej tregoi edhe një herë që sporti është një gjuhë universale që i bashkon njerëzit. Ky organizim bëri bashkë mbi 500 efektiv policie të 23 shteteve, ku edicioni i parë u fitoi nga Shqipëria për djemë dhe Anglia për vajza.